Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Sot do të përgatisim një pjatancë të thjeshtë me fruta destinës që na gjenden. Për ta bërë më interesante, unë kam përdorur pjeshk, rush edhe kumbulla. Le të fillojmë me përgatitjen. Atëherë, këtu kemi prerë disa nga pjeshkët. Do t'i presim në këtë formë dhe do të bëjmë një pjatancë shumë të bukur. Ja. Në këtë mënyrë. Qojmë edhe këtë. Shumë bukur. Këtu kemi disa kokra rushi, të cilat i kemi larë dhe do t'i vendosim këtu në mes. Ose këto mund t'i vendosim edhe këtu anësh, në këtë formë, kështu. Një këtu edhe një këtu. Shumë bukur edhe kështu. Kemi edhe disa kumbulla. Do t'i lajmë fillimisht. Pasi i kemi larë, do t'i presim në mes. Ja, në këtë formë. Edhe këto do t'i vendosim një shtres brenda. Heqim farën. Dhe vendosim kështu. Kjo gjë bëhet për të qenë sa më interesante dhe pjata e frutave. Kam pak farën e fortë. Kështu. Shumë e thjeshtë. Këto mund ta bëni me çfarëdo lloj frutash që të keni në shtëpi. Mjafton një pjatë e rumbullakët, e bardhë, dhe mund të realizoni këtë pjatë. Ja, këtë s'ka e përdor. Kemi farat. Shikoni sa e bukur që doli. Dhe mund ta servirni kështu në këtë formë. Ju falenderoj që më ndoqët.